Mëngjesi 1 tetorit, filloi me një destinacion të ri. Nga Arabia Saudite, atëroi fluturimi i parë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari. Jeddah-Prishtinë dhe Anasjelltas është linja më e ri që është shtuar destinacioneve përmes kompanisë ajrore Flynas dhe udhëtarët do ta kenë në dispozicion 3 herë gjatë javës. Në një ceremoni të veçantë, u mirëprit fluturimi me udhëtarët e parë që erdhën nga Arabia drejt Kosovës. Hysén Durmishi, ushtrues detyre i ministrit të mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, tha se kjo ditë është shumë e rëndësishme, duke krijuar dhe forcuar edhe më shumë raportet mes dy shteteve. Sot jemi të privilegjuar të shpallim një moment të rëndësishëm për aviacionin civil në Kosovë. Hapjen e linjës mes Prishtinës dhe Xhedës, kjo është një hapje rëndësishëm, një urë që forcon lidhjes në dy vendeve tona dhe krijon mundësi të reja për turizmin, si dhe për bashkëpunimin ekonomik dhe kulturor. Hapja e kësaj linje ajrore është shumë më tepër se thjesht një rrugë udhëtimi. Ajo është një lidhje që bashkon dy kultura, dy histori dhe dy popull. Xheda, si një nga qytetet më ikonike të Arabisë Saudite, ofron mundësi të papundme për shqiptarët që dëshirojnë të eksplorojnë trashëgiminë kulturore dhe historike të mbretërisë, si dhe lehtëson udhëtimet për besimtarët musliman drejtuar qytetit të shenjtë të Mekës. Linjë kjo përmes të cilës do të lehtësohet shkëmbimi i këtyre ideve dhe kulturave, duke ndihmuar në ndërtimin e një komuniteti më të fortë dhe më të lidhur. Ne besojmë se përmes udhëtimeve dhe kontakteve do të forcojmë miqësinë dhe bashkëpunimin mes dy popujve tanë, të cilët ndajnë kultura dhe tradita të lashta. E drejtori i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari, Süreyya Gökhan, shtoi se aeroporti ka bërë përparem kohëve të fundit në shtimin e linjave të reja, me syrem që të ketë ndikim edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. It's a true pleasure to welcome you today as we celebrate the inaugural flights connecting Jeddah and Pristina. This road is more than travel. It's a Ky rrugtim është më shumë se një udhëtim, është urë mes popujve tonë dhe do të bëjë ndërlidhje. Në aeroport kemi bërë progres të madh kohëve të fundit dhe kemi investuar shumë në infrastrukturë për të siguruar udhëtim të sigurt dhe të rehatshëm për të gjithë. Miliona udhëtar pritin të kalojnë përmes portave tona. Është hap drejt zhvillimit të ekonomisë dhe sot fillojmë rrugtimin e përbashkët duke punuar në bashkëpunim të ndërsjellë. Falenderoj partnerët tanë që e bën të mundshëm këtë lidhje mes popujve. Kjo linje shënon një kapitull të ri dhe forcon marrëdhënien mes Kosovës dhe të Arabisë. Së bashku do të arrijmë suksesin që të gjithë e duam. Ceremonia sotme tregon kontributin tonë në shtimin e linjave ajrore dhe të udhëtarëve. From upgraded gates and self-service options to improved customer service and parking, every step reflects our commitment to excellence. Ambasadori i Arabisë Saudite në Tiranë, Faisal Kazi Ismail Hifsi, tha se kjo linjë është një mundësi e mirë për gjithë besimtarët musliman që marrin rrugën drejt Mekës, e po ashtu edhe nxit investime të reja. Sot festojmë linjën e parë nga Arabia drejt Kosovës mike dhe hapim zyrën e kompanisë Flynas në Prishtinë si pikë lidhje dhe shërbimi drejt për udhëtarët tanë. Kjo ngjarje nuk përfaqëson vetëm linjën e re, por është një urë afrimi në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe do të jap kontribut në shumë fusha. Ajo pasqyron përkushtimin e përbashkët për hapjen e horizonteve të reja mes dy vendeve. Hapja e zyrës së kësaj kompanie ndihmon udhëtarët me shërbime më cilësore, sidomos ata që shkojnë në haxh dhe umre. Po ashtu do ta zhvillojë ekonominë dhe do të nxjisë investime të reja mes dy vendeve. Lut Zotin ta bekoj këtë hap dhe ta thelloj më shumë bashkëpunimin mes Kosovës dhe Arabisë. Interesimi për një linjë direkte për në Arabi Saudite ka qenë i kamotshëm, tha ambasadori i Kosovës në Arabi Saudite, Lulzim Jeku. Ai shpreson se bizneset do të gjejnë rrugën për investime të reja në këto dy vende. Our gathering today is history in the making. The launch of direct flights between Jeddah and Pristina is Ky takim sot është historik.
Inaugurimi I linjës midis Jeddah dhe Prishtinës është derë e hapur për investitorët arabisë. Kosova është vend ideal për investitor. Bizneset shpesh pyesin, a ka fluturim direkt mes këtyre vendeve? Dhe vitin e kaluar e kemi nënshkruar marrëveshjen për këto shërbime. Tani qeveritë kanë hapur derën për biznese që të eksplorojnë mundësitë e bashkëpunimit, sidomos në sektorin privat. Shpresoj që ato të gjejnë veten në tregun e Arabisë In Saudite. order to make progress and reach prosperity for our people. Tri fluturime gjatë javës do të realizohen përmes linjës ajrore Flynas. Nën kryetari I kësaj kompanie, Abdullah Aledi, tha se në të ardhmen synohet shtimi I fluturimeve dhe I udhëtarëve. I think Flynas today with Pristina International Airport made the history by connect Jeddah. Ne kemi bërë historinë duke lidhur Kosovën me Arabinë Saudite. Kjo është pjesë e strategjisë së kompanisë sonë. Duam të shtojmë numrin e vizitorëve në Arabi. Sot fillojmë me 3 fluturime në javë drejt Jeddah dhe shpresojmë që ky numër do të rritet duke I uruar fluturim të këndshëm e Flynas. Is linked to our Saudi Vision 2030. Me këtë linjë të re direkte mes Jeddah dhe Prishtinës, udhëtimet bëhen më të lehta, si për besimtarët që synojnë vendet e shenjta, ashtu edhe për qytetarët që duan të eksplorojnë apo të zhvillojnë biznes. Inaugurimi I saj shihet si një hap I rëndësishëm për forcimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Arabisë Saudite, duke premtuar rritje të turizmit, investimeve dhe bashkëpunimit të ndërsjellë.